Bëuni të vetëdijshëm për të gjithë trupin dhe siguroni që çdo muskull në trupin tuaj është i relaksuar. Dhe nëse nuk është, çoni vëmendjen tuaj aty dhe relaksoheni. Gjeni pozicionin tuaj. E tani çdo mendim që vjen, lëreni më njanë dhe vazhdoni të ndiqni frymarrjen. E që në ky moment trupi jo nuk lëviz, bëhet i palëvizshëm. Vizualizoni veten tuaj tani sikur jeni një pemë madhështore që ka rrënje të thella në tokë dhe degët i ka lart në qiell. Vizualizoni veten tuaj si një pemë e palëkundur. Këmbët janë rrënjët, trupi është trungu, krahët dhe koka janë degët. Ju jeni një pemë madhështore e bukur me plot dije dhe urtësi. Ndjeni frymarrjet tuaja tani të bëhen më të thella, më të ngadalta. Tani lëreni mendjen të lirë, të mendoj ç'të doj. Por ju jeni të vetëdijshëm për trupin tuaj që është një pemë, edhe mund të vërejtoni atë që mendja juaj mendon. Sa herë që ju shkëputeni nga vëmendja juaj, bëhuni të vetëdijshëm që po mendoni, ose që mendja po mendon. Vërejtoni dhe lëreni mendjen të lirë, të sjellni në mendje mendimet, ndodhit e ditës, ndoshta diçka më tej. Lëreni të lirë, asnjë lloj presioni, asnjë lloj tensioni. Çdo gjë rrjedh lirshëm, akoma dhe frymarrja tani rrjedh lirshëm dhe ngadalë. Tani silleni vëmendjen tuaj te hapësira mbrapa syve të mbyllur. Dhe vërejtoni aty hapësirën që ndodhet. Njëkohësisht mendjen lëreni të lirë nëse ka dëshirë të shprehi, nëse ka dëshirë të shfaqë diçka.
Ju thjesht vrejtoni hapësirën që ndodhet aty mbrapa syve të mbyllur, e cila është porta që na lidh me ndërgjegjen, është ekrani i mendjes. Nëse nuk shfaqen mendime, thjesht qëndroni dhe shplodhuni aty në një paqe në hapësirën mbrapa syve të mbyllur. Lëreni çdo gjë të lirë. Thjesht bëhuni të vetëdijshëm nëse mendoni që po mendoni. Tani për disa momente, duke vërejtuar hapësirën mbrapa syve të mbyllur, nëse mendime shfaqen në formë ikonash, ndjesish, fragmentesh, mendimesh, çdo gjë që shfaqet aty, e vërejtojeni, por mos u angazhoni me të në intelekt, në analizë, lëreni të shkojë. Vërejtojeni për një moment dhe largoheni me dëshirën tuaj. E qëndroni përsëri në hapësirë. E tani për një moment, vërejtoni ku jeni, ku ndodheni, nëse keni ikur në mendime, apo nëse jeni në hapësirë, mbrapa syve të mbyllur. Tani vërejtojmë fytyrën tonë si kur jemi përballë, e vërejtojmë fytyrën nga përballë, çdo hollësi të fytyrës, mundën vetë ullat sytë, si kur e shohim 20-30 cm përballë.
Ndjejmë frymarrjen që hyn dhe del nga unda. Dhe shohim veten tonë në pasqyrë. Shohim bluzën që kemi veshur. Tani dalim në anën e djathtë dhe shohim veten tonë në profil. Shohim së pari kokën, pjesën e fytyrës, hundën, faqen e djathtë, veshin, flokët, qafën, supin. Shohim veten tonë nga ana e djathtë e trupit, sikur të kemi dalë jashtë trupit. Dhe shohim membrinjen, krahun e djathtë. Shohim gjithë trupin në anën e djathtë. Tani dalim nga ana e majtë e trupit. E shohim veten tonë nga ana e majtë. Shohim fytyrën, hundën, mjekrën, grykën, qafën, veshin, faqen, flokët, supin, krahun. Sikur kemi dalë nga trupi, e shohim veten tonë nga afër në anën e majtë. E tani dalim nga mbrapa, shohim qafën, pjesën e mbrapme të kokës, shpinën, mesin. Shihni gjithë pjesën e mbrapme të trupit, ngjyrën e bluzës që keni veshur. E tani dalim nga lartë. Shohim veten tonë nga lartë, shohim pjesën e sipërme të kokës, shpatullat, krahët që hapen, këmbët. Gjithë trupin e shohim nga lartë. Gjithë trupin e shohim nga lartë. Tani dalim dhe futemi aty brenda te krahori dhe shohim trupin nga brenda, nga qendra e zemrës. Zhytemi brenda në krahor dhe shohim çdo gjë nga brenda. Ndjejmë rajet e zemrës. Ne çojmë vëmendjen përsëri lart e qendra e vetullave. Vizualizojmë sikur marrim frym nga qendra e vetullave. Në frymarrjen drita vjen nga jashtë dhe përton te qendra e vetullave, deri te qendra e kokës. Me frymëzjerjen drita del nga qendra e kokës te vetullat e jashtë.
E tani, do të themi mantrën Om së bashku. Shiva vëmendjen. Qendra e vetullave aty ku është drita. Marrim një frymëmarrje të thellë. O